Nurellari, derisa të bëjmë dhe një lidhje tjetër gati. E lam bisedën tek partitë e reja. A ishin zhgënjim, apo jo? Se Ila e ka vënë një bast këtu, po do ta pyes më vonë. Unë si militanti i liberalizmit klasik, edhe një ndër zërat më të zeshëm, aq sa janë një grup i vogël që kemi qenë edhe që qarkullojmë, jam i ndinjuar edhe i shqetësuar faktikisht për masivizimin e mendimit social-demokrat në veri të Shqipërisë, për shembull në Kukës, në veçantë. Duket atje janë frymëzuar nga mendimtarë si John Rawls, si Ralph Dahrendorf, si Anthony Giddens, Amartya Sen, ku di unë edhe ka përqafuar masivisht Menaj Kese, ku di unë, ka përqafuar masivisht social-demokracinë, dhe gati duket si i kthim pas një shekulli, sepse dihet që një nga grupet e para komuniste në Shqipëri ka qenë grupi komunist i Shkodrës, me Zef Malin e kthyer nga Austria, me Qemal Stafer, me Vasil Shanton, me Vojo Grabovarin, ka duket një rikthim historik. Atë që kemi menduar ne si qendra e të djathës, është rikthyer qendra social-demokracisë shqiptare. Dhe kemi një triumf ku partia unë jam shumë alarmuar, se unë vetëm shumë si përkthyesim Milton Friedmanit e ku di unë, duhet të bëjmë shumë punë. Se në botën e ideve, po na e marrin të majtët. Është një rikthim i fuqishëm i mendimit social-demokrat në Shqipëri, që meriton kundërpesh. Tani, ti mendoje që do merrnin më shumë këto partitë e reja, apo jo? Jo, fuqisha për partitë social-demokrate. Dakor, atë po, e di, social-demokratën, se doli forca e tretë në këto zgjedhje. Dakor. Social-demokracizmi në Shqipëri, me sa duket kanë pëlqyer programin e social-demokratëve. Edhe mendimtarët që i artikulojnë në mënyrë sofistikuar, në Kukës, në Valdeja, se ku diu. Pa diskutim. Që ka një element besor, sa të bëj pak humor, po ka një element rëndësishëm që ka të bëjë me një sjellje që është e studiuar tashmë. Për shembull, qoftë që në 57 në Antin Dons ka shprekur që përdori elementet e teorisë së lojës për shpjeguar sjelljen e elektoratit, dhe ka vënë në dukje ai dhe Gary Cox, ka vënë në dukje një prirje të asaj që quhet vota e dobishme, ku qytetarët kanë një votë strategjike. Pra nuk janë të mençave të politikanët, edhe qytetarët bëjnë strategji, sidomos kur ka pragje elektorale, kur janë partitë të reja që janë konsoliduar se aprovuar mirë, dhe çfarë bëjnë? Kompromentojnë preferencën e tyre të parë, pra heqin dorën nga preferenca e tyre të parë, për të maksimalizuar votën duke dhënë një preferencë të dytë me shpresën që ajo votë përkthehet në mandat. Dhe kjo është një lloj mallkimi që ndodh partive të para, partive të reja, sepse votuesi ndonjëherë mendon se aq më tepër duke parë përvojat e mparshme, ku shumë parti të reja nuk ka kaluar pragun. Libra, ne Shqipëria e Bojaxhiut me Ermalin dhe partitë të tjera të cilat pa çka s'ka pasur figura, Feri për shembull i Bamirtopit. Dhe e din që është një investim relativisht kot në praktikën përvojën e tyre, e çfarë bëjnë? Mund t'i pëlqejnë ta, me qefe, me dëshirë do t'i votonim, por kur shkojnë te kutia votimi thonë më mirë diku ku kjo votë përkthehet, maksimalizohet. Dhe kjo e ka dëmtuar më së shumti mendoj unë. Pra unë nuk e vëmë pikpyetje saktësinë e sondazhit qoftë tuaj qoftë të tjerëve, për sa i përket, por besoj se në momentin e votimit qytetari bëhet më taktik, sepse në fundit ai e marr mirë si një herë 4 vite bie rasti me votu. Së dyti ka një element i rëndësishëm. Çfarë? Politika nuk bëhet one man show. Dhe këta ishin vetëm një one man show në një farë. Është shumë e rëndësishme, prandaj s'kishin ekip. Nuk është rastësi që krijojnë partitë politike. Paska se përçmohen, anatemohen, shahen, partitë politike janë instrumente të jashtëzakonshëm. Shumë të rëndësishme janë domosdoshëm në një demokraci, sepse agregojnë këtë simpati, këtë pëlqim dhe përkthejnë në mënyrë strukturuar, menaxhojnë, administrojnë procese. Dhe nëse ka grupe interesi ose shije ose pasione ose çështje që marrin popularitet, partitë bëjnë të mundur që këto të përkthehen në vota, të përkthehen në struktura partijake, të organizohen. Dhe fatkeqësia e dytë e këtyre partive të reja, që më shumë se parti ishin emra individ që kishin ndjekës, shpur. Pra mirëfillin në këtë aspekt, kjo ka penalizuar, ata mund të pasur popularitet, por jo struktura që ta menaxhonin elektoratin e tyre. Ajo ka qenë shumë e bukur, se ku do gjente pyetjen Erla që jo këto bënte aty ne ku i keni shokët, për shembull. Po ku i keni shokët? Realisht ajo pse i kishte këto një. Që Omanjan kur i pyeta ku i keni shokët. Ishte goditse. Bile mund ta them që ti ke kontribuar në këtë rezultat. Bashkë me Manjanin. Si, duke i promovuar apo i kam goditur? Çfarë kam bërë? Demoralizuar votuesit e tyre të zellshëm. Kam demoralizuar tu. Jo, absolutisht po. Pse se i pyeta ku i keni shokët? Video më virale të qarkulluara. Somos ajo kur ajo goditja jote gozhdu se qyshe braktisë vjerin ashtu. Ajo më duhet ka qenë më... Jo, dakord, po më doli nga shpirti në një farë mënyrë, ishte shumë e sinqertë, sepse... Po qytetarët e vlerësojnë shumë në dimension.
se është manifestimi i karakterit dhe personalitetit, në praktikë njerëzore. Nuk dua ta mbaj këtë peshë të madhe që unë pas kam dhënë një goditje.